Alfred Marko. Çfarë ke sjellë ti për ne? Je di unë vit çuditshëm. çuditshëm. Një pjatë plot me lule apo ato ja ke lënë pranverës? Realisht kjo është një pjatë goxha e komplikuar. Unë e di se do qeshish. Ti e ke edhe në vetë aty buzë. Kjo është një tas kebab e sjellur në një format modern. Se ti je inovator shumë në fakt me këtë. Atëherë, ne di se asebaba e ka qepit e ka një mënyrë shumë abundante, ka domatën, specin djegës, e zakonisht shoqërohet me një pilaf. Po? Dhe dosha të lusha shumë me ngjyra, dhe e kemi përpunuar të asebabën në një format shumë ndryshe, kemi bërë një qymyr qepe. Çfarë? Qymyr. Qymyr qepe? Qepa shkon e digjet, një 60% në zgarë, dhe sa të marrë ngjyrën e zezë, pastaj kalon në tharje e furre, pastaj zihet, derisa ti marrë gjithë ekstraktin dhe gjithë ai ujë vazhdonin kurret në një koncentrat të vogël, në mënyrë që ngjyra e zezë të bëhet shumë e theksuar. Nga ana tjetër kemi përgatitur një krem domatet, të marrë freskinë se domatja ka aciditetin. Ne po folim për sezonin, ne do të flasim për produktin. Në mënyrë që i bie të ham dhe lakra në gjatë verës, kur është një ushqim shumë i rëndë. Dhe po të shikojmë një produkt të sezonit të verës, apo ose të marrim një produkt sezonal, ne kuptojmë aciditetin. Aciditeti është freskia e këtij produktit, që e bën më të lehtë dhe më të shijshëm. Dhe në këtë rast është shumë e rëndësishme në domatet sepse e thyn, i jep atë freskinë. Por një tas e babë se pa një pilaf mund të qëndroj, ne gjithmonë në shtëpiat tona kombinohen bashkë. Edhe kemi përgatitur një krem sultazhi të krypur. Dhe kjo është ajo kombinimi, po, ajo e bardhë. Po. Sepse ne do të kuptojmë se si niveli i turistëve gjatë verës është në rritje. Gjithmonë kërkojnë këto pjata tipike shqiptare, këtë kuzhinën tradicionale. Dhe unë them si është shumë e rëndësishme nga ta shërbejnë në mënyrët e duhura, në pamjen e duhur, me shijen e duhur, të jetë e rafinuar. Jo që kanë ndonjë gjë pjatat e vjetra, por duke i prek, duke i sjellë në kohë bën akoma më të bukura. Një pjesë tjetër kam sjellë një gjethe spinaçi, e ka emrin fjongo e jeshile. Është një gjethe spinaçi e mbushur me hithra. Shumë emra që i vë pjatave të tua. Shumë kreativ në këtë pikë dhe shumë i lezetshëm. Kjo e ka emrin korab. Po. Ajo ka emrin fjongo e jeshile, është mbushur me hithra. Ne jemi shumë të pasionuar. Ngjyra e hithrave ajo. Jeshila që e bukur, se shumë e bukur jeshila, shumë e fortë, shumë e theksuar. Për një moment i mendon që është spinaq, po jo, që kanë hithra. Është me hithra. Ajo e fundit fare, e ke parasysh, ne tentojmë sfidojmë vetveten dhe kulturën shqiptare. E di që jam një formur të ribeli, do të shërbesha petullën në një format ndryshe. Shiko. Dhe petullat, në vend të skuqen, ti mund t'i thash, merret masa e petullës, normale si bëjmë gjithë ne për shtëpiat tona, mos të skuqesh shurtinë e vaj, vendosin një furrë me temperaturë 100 gradë për 1 orë 20, 1 orë i gjysmë dhe do të bëhet një sfoljat. Ua, sa lezetshëm, sa e bukur ideja, ajo thahet vetë pak nga pak. Shumë e këndshme. Këtë shërbejmë e pjesën e miseare të klientëve, që dim se në pjesën e parë njeriu që vjen, klient që vjen në restorant është pak jo ngroti, jo ujë, jo uria, është e thynë pak diçka. Dhe realisht se ka pasur një sukses. Kjo u bë lindi kur u bë hapja e shtëpisë të Nverit, më kërkuan të bësha një kuzhinë tradicionale, por në të njëjtën kohë e moderne. Dhe i rash një pikë të hallit sepse dosha të shërbesha diçka të prekur të kulturën, për të njëjtën kohë dhe ana e vizive të jetë shumë moderne. Dhe aty kam punuar disa net duke prodhuar me atë kokën si mund të shërbej një diçka ndryshe. Dhe çfarë shërbeve aty? Ka qenë kjo, petulla, ka qenë një qullë me një arrosto, duke shërbyer rosto në një mënyrë shumë të ndryshme, është pjek në formën e... Çfarë sezoni ka qenë? Rosto. Ka qenë në pranverë, nuk ishte në dimër, po flasim në prill, dhe ishte në fikse në atë sezonin e lule, por rosun ne përgatisim një mënyrë shumë çuditshme, se është në pjatat e tipike që ka pas Shqipëria, ose më mirë në për kur kishim të aktivitetet familjare, ai mishi si u zinte me langun e vet, me pak gjethdafine, e pak hudhur, ishte shija fantastike. E vërtet. Dua të sjellim tani edhe të rrëfejmë në lidhje me recetën që Albi ka sjellë sot për ne. Ajo që tregove ti pak më herët, Alfred, mu duk pak e komplikuar ajo, e sofistikuar, le themi pak e vështirë. Po t'kesh shprehje tjetër normale, nuk besoj. Dhe Albit nga pamja
Më duket... Duket, por që nuk është aq e Duket, por shkëputur. nuk është aq e vështirë. Nuk është aq e vështirë. Atëherë, kjo është një pjatë tipike verore, është e freskët, me produktet stinës. Shumë e bukur, duhet Po. thënë nga pamja. Faleminderit. Fantastike. Faleminderit. Aktualisht është edhe në menun ton që e servirim, do të thënë quhet menun kjo e pjatë? verët, atëherë kjo është kruditeja e tonit. Kruditet tonë. Po, do të thënë është toni i marinuar, shoqërohet me konsumen e kumbullës, do të thënë kumbulla. Është kumbulla jo sipër. Po, do të thënë është lëngu i kumbullës, por që marinohet dhe me produkte tjera, klarifikohet dhe sillet në formën e konsumes. Sipër kemi chipsin e algës detit, që janë algat, do të thënë sillin ato aromën e Ajo jodit si edhe lule, kështu si kripës. qentro. Po. Qentro që nga alga deti. Po, ajo është. Fantastike. Dhe panxharin që është i pjekur në krip. Ne zgjedhim ta pjekim krip për faktin që të humbasi gjithë lëngjet e tepërta, dhe në të njëjtën kohë ai edhe marinohet dhe i forcohet shija. Edhe është një kombinim goxha i mirë. Ne në menu këtë e quajmë Crimson Reef, do të thënë është një varietet i ngjyrës kuqe, do të thënë nga e cila merr edhe panxhari, kumbulla, toni, i cili është toni mesdheut, dhe Reef që do të thotë shkëm, do të thënë diçka shkëmbore dhe e kuqe. Pjatë shumë interesante, po mua më duket e vështirë, edhe pse duket sikur s'ka gatim dhe është e freskët e gjitha. A mund të realizohet në shtëpi diçka e tillë, nëse përpiqemi? Ndoshta çipsi algës detit është pak i vështirë për të realizuar, por që pjesa e konsumes, toni marinuar dhe panxhari i pjekur në krip nuk është që kanë, thjesht duan kohën e tyre. Do të thënë Këto gjërat panxhari e do pa kohë që freskëta, të karpaccio e gjërat e kësaj natyre. Çfarë sekreti kanë? Çfarë sugjerimi do na jepni ju për t'i provuar t'i gatuajmë në shtëpi? Për t'i realizojmë në shtëpi? Në mendimin tim, dhe që është ajo gjëja më saktë që besoj që të gjithë bim dakord, është produkti. Do të thënë, nëse ti do të realizosh një krudite peshku ose do të thënë një krudite detit, e gjitha është ke produkti. Nëse ke produktin e mirë, edhe nëse ti nuk di ta bësh saktë atë gjë, do të thënë ajo do dalë e mirë se sa. Dhe si ta dallojmë produktin e mirë është pyetja tjetër pastaj, si ta dallojmë kur është i freskët ose jo, ka ndonjë Krudët është shumë e rëndësishme. sekret që Ma juve standardi- mund të na zbuloni. Si dalloni ju kur një produkt është i mirë? Si çfarë konsideroni ju Ka të mirë? shije, Ka aromë. ngjyrë, ka aromë. Ka aroma është Prodhimi Pra, i egër. tani mos është shije se ne se kemi ngrënë akoma, po them si ta dallojmë në dyqan. Nëse është prodhimi i Shija egër vjen deti, pastaj. për shembull, koca e egër, levreku i egër, mendoj që në një farë mënyrë gjykon që ajo është më e freskët edhe më cilësore. Syri, Nëse E syrit, e syri. syri kupton çun gjana, është struktura Syri dhe që mishi nëse- se ti më mjafton ta prekur. Syri si duhet jetë syri që të jetë i freskët Ish peshku? ndritshëm. Ish ndritshëm. Jo i turbu. Duhet jetë grije ose i perënduar. Aha, Duhet të ketë shikimin drejt. e Është qartë. e gjitha me lehtë, është me gisht, nëse është shtyp dhe është i Edhe fortë. mishi duhet jetë i fortë. Është i freskët. Nëse ngelet gishti atje. Është i kalbur. Që bëjt sa pyetje të vogla po të lezetshme, edhe ndoshta mund të ketë edhe diskutim këtu vend për debat, po nuk e di si e mendoni juve.